shifni. Kështu që nuk është se kanë edhe në çfarë ha nuk është se jam aq interesant sepse fare zakonshëm. Nuk na intereson për ty që je kryetar shteti. Nuk jam kryetar shteti. Kryetar shteti është presidenti i Republikës. Unë jam kryetari i qeverisë albane në diaspora. Nuk kemi besim as tek ty, as tek të tjerët që lehin e gamgjizin. Duhet t'jesh në Greqi, kam përshtypjen. Si qenë të rrugëve që ka Tirana, faleminderit. Faleminderit, po unë nuk le, unë flas. Dakord? Unë nuk le, unë flas. Ti jesh i bindur se pesh nuk ka. Unë nuk jam krejtësisht i bindur se pesh në thonjza nuk ka, sepse kam përshtypjen që sapo jam duke komunikuar me një prej tyre, që flet pa asnjë lloj frenimi të vetvetes dhe lëshon fjalë që nuk janë të denja. Nuk ndikojnë për ne thënjet e thashat, replikat tuaja me sjush. S'ka problem. Ne thjesht bëjmë ndonjë koment për humor, kot me harxhu kohë, po unë nuk kam kot për të harxhu ti Albania në diaspora. Të jesh i sigurt ta merrni atë që meritoni me 11 maj, këtu jemi shumë dakord. Këtu jemi absolutisht dakord që në 11 maj të gjithë do të marrin atë që meritojnë. Këtë nuk e diskutoj fare, sepse në 11 maj është populli që do të gjykojë dhe vendos dhe populli nuk është as ti as unë. Është diçka shumë më e madhe se ti dhe unë, kështu që as nuk e diskutoj fare. Këtu jemi 100% dakord. Në 11 maj secili do marrë atë që meriton nga populli. Dhe pastaj secili do bëj ato konkluzionet që i takojnë. Edhe ti. Të uroj fitore zoti Rama, më serioz, secili tregon veten e vet në shumë mënyra, ti trego veten tënde. Ti shiko që ke disa punë aty në bashki, unë punët në bashki i kam mbyllur në 2011 e dashur Rozeta, nuk jam kryetari i Bashkisë Tiranës, dhe shumë punë të qeverisë thjesht kanë emrin e nuk punojnë asnjë ditë, këto që hanë në kurisë shtetit dhe popullit të tjerë të bufi knetës, unikatilit dhe fjalë banale. Dgjoj, Leri Mënjan, unë nuk lë Mënjan asgjë, të gjitha këto janë pjesë të njëjtës gjë. Dhe nëse unë flas për bufin e Knetës dhe do vazhdoj të flas patjetër deri në 9 maj, që është dhe dita e Europës, ku është dhe finishi i kësaj fushate elektorale, flas që i bie pragu të dëgjoj dera, se po t'i biesh asaj dere, nuk hapet. Flas për derën e shumë kujt që i verbuar, i shurduar, vazhdon dhe nuk sheh dhe nuk dëgjon që nuk ka një lider. Nuk ka një lider, ka një buf kënete dhe nuk është në një hapësirë demokratike politike, po është në një kënet politike. Dhe është një mënyrë metaforike për të treguar se me çfarë kemi të bëjmë, uji i ndënjur. Dhe këtë e tregoi shumë qartë edhe praktika shumë hipokrite, shumë skufe, shumë e pabesë e atyre gjoja primareve. Sa demokrat, të cilët besuan se ju erdhi dita që të vlerësohen për atë që janë, u zhgënjyen sepse u përdorën për një propagandë hipokrite dhe u lanë jashtë. Dhe simboli i tyre është fitusi i primareve të Tiranës, fitusi, kryetari i Partisë Kavajës, as nuk e njoh, as nuk kam dyshim që është kundër meje dhe kundër Partisë Socialiste, se s'ka si tjetë ndryshe, por fitoi dhe hodhën jashtë. Doli i pari dhe nuk gjeti dot vend në listë. Por ai është një, po ka plot të tjerë si ai. Dhe këtë kanë kuptuar vajzat dhe djemt e Forumit Rinor Demokratik të Partisë Demokratike të Vlorës,